vijon nga pjesa e parë. Nëse fjalimi i Barack Obamas në Kairo në qershorin e 2009 u interpretua më pas si një nga shtysat e pranverës arabe, vizita e Donald Trump në Arabinë Saudite më 20 maj 2017 meriton gjithashtu një vënderi në historinë e teorive të konspiracionit moderne. A e dinte Trump se brenda pak javësh pas shkeljes së këmbës në Riyadh do të ndodhte një grusht i heshtur brenda familjes mbretërore? Ai kërkuan sauditët një dritë jeshile? A e morën bekimin amerikan për revolucionin e tyre të brendshëm? Këto pyetje qëndrojnë pezull, por koincidenca është rënditëse. Vetëm një muaj më vonë mbreti Salman përmbysi trashëgimtarin e ligjshëm Mohammed bin Nayef, edhe në vend të tij ngjiti të birin Mohammed bin Salman ose thjesht MBS. Një 32 vjeçar i panjohur për publikun e gjerë ndërkombëtar, por me një ambicie të padurueshme për të qenë gjithçka në një shtet absolut. Brenda pak muajsh MBS bëhet ministri i mbrojtjes, kontrollon naftën, ekonominë dhe strategjinë kombëtare. Rrëmben pushtetin me një manual që i ngjan atij të Xi-Jinpingut, Putinit dhe Erdoganit. Populista autoritari zoti për të krijuar imazhe moderne ndërsa mban pa diskutueshëm kontrollin tradicional. MBS bëhet njeriu i vetëm që ka rëndësi në Arabinë Saudite. Rruga e drejtë pushtetit nuk ishte vetëm politike, ishte edhe spektakolare. Rrëmbimi dhe burgosja e artë e 10 princave në Ritz-Carlton për korrupsion shndëroi narrativën e brendshme të pushtetit në një reality show të përmasave globale. Kjo lëvizje që kritikët e quajtën mafje me kravatë solli në arkën e shtetit saudit mbi $100 miliard, vetëm për krahasim është 5 herë më shumë se prodhimi i brendshëm bruto vjetor i Shqipërisë. Por nëse rrëmbimi i princave ishte grushti i brendshëm, rrëmbimi i Saad Haririt, kryeministrit të Libanit, ishte një sinjal për botën. MBS do të fliste me gjuhën e fuqisë, të gjithë u tronditën, por asnjë nuk e ndërshkoi. Në të njëjtën kohë, për të zbutur imazhin e brendshëm dhe ndërkombëtar, princi shpall një reformë që kishte dekada që pritej, të drejtën që gratë saudite të japin makinës. Bota liberale reagoi me entuziazëm siç pritej, por askush nuk pyeti se pse duhej që një akt minimal civilizimi të vinte përmes një spektakli kaq autoritar. MBS dinte si të operonte. Vizitat në Silicon Valley, takimet me Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos krijuan një aureol të re për princin e ri që përdorte të njëjtën dhunë të vjetër, por me një paketim që ndjell admirim në perëndim. Ai ishte Jared Kushner, ai që i mësoi MBS-s këtë stil. Ai ishte vizita e Trump, momenti kur dritat jeshile u ndezën për modernizimin autoritar. Ai shimvall $110 miliard armë, një investim për garancinë se SBA-t nuk do të ndërhynin në mënyrën si drejtohej monarkia. Historia e përgjigjeve për këto pyetje mbetet për librat e mëvonshëm, por ajo që dim është se MBS nuk është një përjashtim nga shkuara saudite, ai është përkryerja e saj. Ai nuk është reforma, është kontrolli i reformës. Edhe ndërsa Thomas Friedman e përshkruante me entuziazëm në një intervistë për The New York Times në nëntor 2017, komuniteti ndërkombëtar më shumë heshti se sa kritikoi, vijon